futesh te e-feeling. Mirë, ma shpjego dhe një mua. Jo, kam shpjeguar te video në TikTok. Logohesh në e-feeling, regjistrohesh për herë të parë. Është një faqe që ka krijuar shteti. Është një faqe e administratës tatimore. E-feeling, quhet, ë? Për këtë shërbim. Në fakt ti ke shumë të drejtë që pyet dhe të gjithë ata që nuk arrinin ta kuptonin këtë pjesë, sepse merr dikë që nuk ka një kompjuter ose nuk ka aftësi të merret me një kompjuter, nuk arrin ta aplikojë. Dhe në fakt, jashtë shtetit dhe në gjitha vendet evropiane kur kjo lloj deklarate është bërë, për shembull në Itali, kjo lloj deklarate është vënë si detyrim ligjor në 1993-shin. Në Itali bëhet që nga 93-shin. Bëhet fjalë për 30 vjet distancë. Në Itali, ndërsa ne kemi shumë. Që quhet Setetrenta, modelo Setetrenta. Kush e njeh në Itali dhe emigrantët shqiptarë që jetojnë në Itali e din se për çfarë bëhet fjalë. Dhe domethënë jemi të vonuar, por në momentin që po kërkojmë të harmonizohemi me legjislacionin evropian dhe të futemi në Komitet Evropian, kjo është minimalja që një person të jetë i deklaruar dhe me tatime. Nëse unë i deklaroj, nuk marr gjë. Gjoba merret në momentin që ti nuk deklaron, e para. Në momentin që ti ke të prapambetura detyrime, ke qenë dy punësuar dhe nuk e ke bërë asnjëherë, sepse po themi ka filluar këto kërkesa që në 2019. Qartë, tani kam një pyetje, pse se bën këtë financiarja ku punoj unë, po duhet ta bëj unë personalisht? Është një detyrim personal dhe këtë doja të shpjegoja, që në Itali apo në Europë është vënë në funksionim, është vënë ligji për këtë lloj deklarate, por në të njëjtën kohë janë vënë dhe sistemi ndihmës për njerëzit. Domethënë janë qendra të ndihmës fiskale që quhen, KAF dhe patronati, që i gjenden afër njerëzve, apo janë apo vi nga shoqata të ndryshme, janë ndihmuese në këtë lloj aspekti. Tani, kam një pyetje. Ne thot dikush jemi në kurbet. Duhet ta bëjmë këtë e-feeling? Po, në qoftë se ka... E-feeling.al është? Po. Dhe këtu bën pjesë, është pjesa e jo rezidentëve, që thash. Dhe një jo rezident, biles, rezident tatimor quhet dhe një person që ka qenë vetëm 183 ditë në Shqipëri. Dhe në qoftë se ka punuar një pjesë të këtyre ditëve dhe pjesën tjetër kanë ditur pushim, prap quhet pjesë e personave rezident tatimor në Shqipëri që duhet ta bëjë këtë lloj deklarate. Dhe do vi dita që këtë lloj deklarate duhet ta bëjnë të gjitha fashat, nuk do ketë më fash ndarse si është niveli sot që Italia tashmë e ka për këdo, nuk ka rëndësi. E ka për të gjithë, sepse ty deklarimi i të ardhurave vjetore do të duhet nëse do duash një ndihmë nga shteti, do duash ndihmë sociale apo do duash Unë nuk di, nuk jam informuar, nuk po të pyes ty konkretisht, po në përgjithësi, sa më kushton mua si person që të marrë një person që di ta bëj këtë, pra një ekspert që di ta bëj këtë. Ka një kosto kjo? Se ti po më thua që Italia mund të gjesh kudo, i gjen pa kosto sepse janë subvencionuar nga shteti, domethënë të jep dhe ndihmën që dikush ta bën falas. Të jep dhe ndihmën për ta aplikuar. Në Shqipëri nuk e di, të them të drejtën, se nuk unë ndihmën që po jap vet, po jap falas për gjithë njerëzit. Ti po jep falas për kur nuk je i punësuar, a funksionon? Pyet dikush këtë? Po të bëj disa pyetje edhe për sqaruar për publikun. Në qoftë se është ajo që thash më përpara, në qoftë se nuk ka të thotë i punësuar apo jo. Ideja është në qoftë se ti ke një burim të ardhurash në Shqipëri, krijon të ardhura në Shqipëri, duhet ti deklarosh. Kështu që ti mund të marrësh të ardhurat dhe nga një shtëpi me qira. Ti nuk punon, po merr të ardhurat nga një shtëpi me qira. Kjo pyetje është shumë e rëndësishme. Unë punoj në të zezë. Duhet ta bëj këtë? S'ka që të deklaroj në të zezë, kupton? Kështu që nuk bëhet fare. Sepse është i paregjistruar totalisht. Këshilla është regjistrohu. Këshilla është regjistrohu, këshilla është regjistrohet dhe të tatimet, regjistrohet në të gjithë mos punon në të zezë. Bravo. Në të gjithë sistemin shtetëror, pasi gjërat vinë në zinxhir me njëra tjetrën. Domethënë, më pasi edhe për ndjekje penale në momentin që nuk deklaron. Shumë mendojnë që është tek i-Albania. Por nuk është tek i-Albania. Është tek i-Albania, sepse logohesh nëpërmjet i-Albanias. Okej, logohesh nëpërmjet i-Albanias dhe shkon tek. Për regjistrimin për herë të parë e bën te e-feeling, rrfaqe tatimeve administrata tatimore. Okej. Mirë, të falenderoj shumë Elona. Faleminderit juve për mikpritjen, po. Unë ndjeva rehat, besoj, nuk patë probleme. Mirë, faleminderit shumë. Deri me 31 mars keni afat që të gjithë ju, ftoni